Mos të presu Alti! Në më rënë vetë që ku ke vjetë mollën që ku je dëshu mollën. Mos të presu Alti! Mos më prek se të banonën Alti. Këtu janë fjalët kërcënuese me vrasje të policit Fatmir Uka ndaj qytetarit Shkelzen Saliu dje në qendër të Mitrovicës. E gjithë ngjarja ka ndodhur pasi që dy punëtorë të Shkelzen Salihut në leshak të Leposavisit janë ndaluar nga policia derisa ishin duke shpërndar mall në përshitore të asaj pjese, pra mallin e tyre cigare. Policia i kishte ndaluar me arsyetimin se dyshohet se malli është i kontrabanduar përderisa pronari i mallit thotë se malli është i lidhshëm dhe për të ka paguar të aty madje malli është me banderolla. Sipas pronarit Shkelzen Salihu, i njëjti ka dalur në rrugë pasi që punëtorët e tij nga leshaku e kanë njoftuar se një polic e ka ngarkuar mallin në një pikap privat dhe po e transportonte për Mitrovicë. Ky në deklaratën e dhënë policisë të cilën e ka siguruar Verio Info, thotë se polici Fatmir Uka, kur ka ardhur nga Leposavici, nuk është ndalur në hymje Mitrovicës në terminal doganor, por ka vazhdu për rrugën e Kovacëve në qendër të qytetit për cilën na kena pamje se s'mund të shihni, dhe tutje të stacioni autobusar ku është ndaluar nga pronari i mallit, Shkelzen Salihu, duke i thënë se po ma merr mallin. Ai thotë se ato është kërcënuar me vrasje nga polici, po prap në lagjën Tavnik e kanë dalur policin me automjet, ndërsa siç shihni në pamje, polici e kërcënon me vrasje duke i thënë fjalë të rënda dhe duke e kërcënuar me plumb, pasi që ky i njëjti pronari i mallit thotë se ai po ja vjedh mallin dhe i kërkon arsyetim. Sipas deklaratat siguruara nga Verio Info që ka dhënë polici Shkelzen Salihu, që pretendon se këta policë janë shkuar në stacion të policisë Voshtre e kanë rro, ai thotë se pasi që ka zbuluar dhe ka ndaluar në qendër qytetit policin me pikap privat, pra jo me pikapin që u nxon malli, atëherë i njëjti është kthy prapë në leshak, i ka thirrë doganën dhe të njëjtin mall e ka pru në terminalin doganor Mitrovicë. Verio Info ka kontaktuar edhe me policinë e Kosovës, po të cilët deri në momentin e publikimit kësaj historie nuk kanë kthy përgjigje. Po ashtu kemi marrë edhe një deklaratë nga avokati i Shkelzen Salihut, i cili e shpjegon kronologjikisht rastin sipas pretendimeve të Shkelzen Salihut se si polici Fatmir Uka ka dashur t'ia vjedh mallin duke e transportuar në pjesën e brendshme të Mitrovicës dhe mos u ndalur në terminal doganor në hyrje të qytetit, për çka edhe e ka kërcënuar pastaj me vrasje kur i ka kërkuar llogari se ku e dërgon mallin. Ju lutem ta ndisni historinë vazhdim deklaratën e avokatit dhe në fund e keni edhe deklaratën e Shkelzen Salihut të dhënë polici ku shihen të gjitha dëshmit. Sot rreth mesnatës ka ndodhur një ngjarje e pazakonshme ku nga një zyrtar policor i njësisë speciale të regionit Mitrovicës është ndaluar furgoni me mallra të doganuara dhe me banderolla dhe ky zyrtar ka marrë nga ky furgon dhe ka futur në veturën e tij private me një pick-up të koç me targa stat i dim dhe ja ka marrur disa paketa me cigare dhe pastaj është nisur në drejtim të Mitrovicës. Shoferët e kanë njoftuar pronarin e mallit se dikush, një polic ka marrë mallin dhe është nisur në drejtim të Mitrovicës. Atëherë pronari është nisur në drejtim ku e ka ditur se mund të kaloj ky furgon. Dhe kur e kështë takuar, ka kërkuar nga ky zyrtar që t'ia kthen mallin, sepse malli është i lehtëshëm, dhe i ka thonë se ku po e qen mallin, i njëjti i ka thonë se nuk ka ditë çka thotë, ka thonë po e qen në terminal doganor dhe është larguar me vrull, ka nxjerr armën, e ka kërcënuar por s'ka ekziston edhe videoqizime dhe është larguar me vrull shumë prej aty, dikon tek mas një 2 ore, pasi ky e kupton se mallrat që e ka marrë është pas kanë pronar, dhe që kanë të leqme, dhe se ka mendu se nuk do ta lajmërojnë, atëherë tek pas 2 ore lajmërohet, kthehet përsëri në fshatin Leshak, ku edhe ka marrë mallin vozecëve dhe
atë pastaj e thret doganën, pastaj gjysore dhe bashkë me to kthehen në terminalin doganor, ku pas një 10-15 minutave dalin dhe aty hasin përsëri në pronarin e cigareve, i cili është kërcënuar me armë zjarri 2 herë apo 3 herë gjatë kësaj periudhe nga ky zyrtar policor, dhe duke parë rrezikun se këta po e ndjekin me revole me armë zyrtare, ky nga frika thret një nëndyshën, niset në drejtim të stacionit policor në Vushtri, futet në stacionin policor në Vushtri, ku për ta denoncuar rastin, dhe pas pak vjen ky zyrtar policor me disa kolegë të tij, njësi speciale, dhe largojnë nga zyret këtë zyrtarët e stacionit policor në Vushtri, dhe brenda zyrës ushtrojnë dhunë, duke rarë me shkelma dhe buksa dhe duke e kanosur. Dhe pastaj e lajmërojnë prokurorin se kinse ky ka sulmuar këta zyrtar, dhe pastaj me urdhër prokurorit klienti im apo pronari i mallit të ligjshëm ndalohet për 48 orë, edhe pse gjatë dhënies së deklaratës i mbrojtërim ka përmendur se dhunën që është ushtruar nga zyrtarët policor, edhe pse ka përmendur tentimin e përvetësimit, apo mos të themi ndryshe, vjedhjes së mallit të tyre të ligjshëm, stacioni policor nuk e raporton rastin në IPK, ashtu që ne sot kemi kontaktuar Inspektoriatin Policor të Kosovës dhe kemi denoncuar rastin dhe kemi dhënë deklaratën në IPK në Mitrovic dhe kemi hapur rastin ndaj policit në fjalë. Në merën vetë që ku ke vjedh mollin, që ku je dëshu mollin.